nga njëra anë policia private vepron brenda një kuadri ligjor i cili garanton sigurinë e objekteve private. Nga ana tjetër ka një detyrim kushtetues të policisë së rendit për të mbrojtur për të garantuar sigurinë publike, që nuk mund të jetë kurrë si kompetencë e sektorit privat, dhe dyta për të garantuar drejtën e protestës. Sepse në qoftë se ne do të lejojmë sektorit privat ose policisë private që të monitorojë të drejtën e protestës, ne nuk mund të garantojmë të drejtë kushtetuese të zgjedhësve. Vërtet shumë e domosdoshme që të ruajmë një qasje realiste dhe të orientuar drejt përmirësimit të vazhdueshëm dhe të pandërprerë të marrëdhënies me besim të qytetarëve me institucionet publike. Niveli besimit dhe kënaqësisë së qytetarëve jo gjithmonë përkon me nivelin e reformave, sepse patjetër pjesë e kësaj janë shumë faktorë të cilat mund të ndikojnë ndoshta negativisht në dhënien e atij objektivit final që gjitha këto reforma përfaqësojnë, që është shërbimi eficient dhe në kohë ndaj qytetarëve. Qëllimi kryesor më i rëndësishëm është që çdo qytetar të dëgjohet, çdo qytetar të përfshihet dhe çdo qytetar të jetë i lirë ta shprehë mendimin, kërkesën, qoftë për një procedurë apo një akses apo një shërbim, qoftë për të kërkuar një informacion pranë Bashkisë Shkodër. Duhet që pas raportimeve të tilla ne të jemi shumë të vëmendshëm për të patur një plan veprimi dhe për të patur një follow-up pra se si pastaj impakton ky raport institucionet publike që i shërbejnë qytetarëve. Policia e shtetit ka një komunikim të përditshëm me qytetarët. Unë e vlerësoj dhe e shoh si risi të re. Dialogu me qytetarët është çelësi i suksesit. Shkodra në krahasim me shumë çështje të tjera është pozitive dhe arrin të komunikojë, sepse nga vetë natyra qytetarët Shkodra komunikon. Shkodra ankohet, Shkodra kërkon zgjidhjen. Unë jam tërësisht i hapur dhe kam qenë bashkëpunues, jam kundër atyre staturave statike që policia pret me orare apo qyshtek. Neve nuk presim me orare, neve komunikojmë në çdo moment që qytetarët e kanë të nevojshme. E mendoj se është një drejtë që kanë qytetarët për të komunikuar. Dhe nëse ne arrim të komunikojmë, zgjidhim një problematika të cilat mund të mbarsen më mbrapa, dhe shkaku kryesor i pasojave janë pikërisht kjo mungesa e komunikimit.